Do me thonë unë mund të jem edhe kundër opinionit qoftë edhe të gjithëve, s'është asgjë. Asnjë problem. Ka baza kjo që ju Patjetër jeni që ka kundër Skënderbeut, për shembull ta nisim tek Skënderbeu. Po si nuk ka baza, shiko. Unë kam gjetur materiale. Unë kam gjetur materiale për Skënderbeu. Pra si është sheti Skënderbeu? Kam gjetur materiale për Skënderbeu, kam gjetur dhe emra kronistësh të perandorisë otomane të asaj kohe. E para perandoria otomane ka 500 vjet e më tepër jetë që është një kozgjatje shumë e madhe e njerëzit në një farë mënyre përshtaten, bashkëtojnë etj. Dhe po të shohësh, nëse muslimanët janë lidhur sot ose përpiqen lidhen me ortodoksët, sepse kanë qenë dikur, nuk kanë qenë konflikt dikur, ka qenë bashkëtesë dhe kjo po ripropozohet sot kjo bashkëtesa e muslimanëve me ortodoksë, si thot Aleksandr Dugin, filozofi rus. Tani për Skënderbeun. Unë kam gjetur emër kronikas që tani nuk më vijnë këto emra, se janë emra turqësh dhe janë të vështirë me fjalë. Tani si ka mundsi kjo histori e Shqipërisë na shkruhet vetëm prej kronistëve të Perëndimit. Një shqiptarët e Shqipëria bënte pjesë e Perandorisë Otomane, merr për bazë atë që shkruajnë kronistët e Perandorisë Otomane, sepse ata e kanë pasqyruar çdo ngjarje që ka ndodhur brenda Perandorisë. Atë që kanë bërë pushtuesit këto. Si ishin pushtues ata ishin ti ishe shtetas e Perandorisë Otomane. Si do jesh pushtues? Atë edhe unë jam pushtues i Edi Ramës. Po jam shtetas shqiptar, kam pasaportë shqiptare. Ti përdesa ishje në territorin e Perandorisë Otomane, në ato momente që ishje, ti je shtetas aty, se të pushtuar jemi të gjithë neve. Gjithë njerëzit në tokë, shtetet ashtu kanë lidhur duke pushtuar, njëri janë zgjeruar, njëri janë ngushtuar. Të pushtuar jemi gjithmonë se unë pas edhe shtetin e shoh me pikpyetje, unë se unë kam shumë tendenca filozofike të Bakuninit e të Josef Rudonit, kështu që mos më ikësh nga tema. Si është roli i Skënderbeut për Shqipërinë? Tani unë shifja për shkak për këto kronistë se si e pasqyrojnë Skënderbeun në momentin e humbjes kur humbën betejën kryqëzata e Perëndimit e Austrisë, e Vjenës, e Polonisë, e Romës, kur e humbën në Varne, nëse them mirë emrin, në Bullgari, një vit më mbrapa se sa Skënderbeu të vinte triumfator gjoja në Shqipëri në atë kohë. Kronistët shkruajnë që Skënderbeu është një hajn i vërtet, thotë. Një i pabes, siç themi sot neve, dhe atëherë ka qenë një gjë me sa duket. Një njeri që shfrytëzoi një moment dobësie të vendit ku ai u rrit, ku ai bëri karrierë, ku ajo perandoria e ngriti atë. Ati ku ai do në një moment i ktheu kurrizin asaj perandorie për interesin thjesht të tij personal dhe të dinastisë së tij personal të Kastriotëve. Pse kjo? Jemi në vitet 1443. Në ato kohëra, kudo ku ishte përveç në perandorira që qytetarët përgjithësi ndiheshin tek autoriteti i perandorisë, sikur ishin ata, me fjalë. Ndërsa gjitha pastaj këto mbretërira, principata që kanë lindur mesjet, flasim për kohën e mesjetës, atëherë mentaliteti i të gjithë njerëzve, jo vetëm i Skënderbeut, ka qenë thjesht mentalitet personal, individual, i ngushtë, familjar i dinastisë tia. Domethënë kjo nuk mund ta shkputish ti Skënderbeun nga konteksti ku ishin. Atë s'ka ekzistuar kombi që ai mendoi për kombin. Në atë kohë askush s'mendonte për kombin. Por atë ishte mentaliteti i ngushtë i feudove, i feudalëve, i atij sinjoris që nuk do të jetë dinte për jetën publike, çfarë ndodhte për te atyre çifligjeve të tij. Merrte ata bujkropet atë çfarë merrte, punonin këtu, ju vendose takse etj. Dhe shqiptarët nuk e kanë patur fare dëshirën për të bërë shtet, në të vërtetë asnjëherë, pse se kanë patur. Kanë qenë afërsisht, kanë qenë si tribute indianëve të Amerikës, ata sa ata s'donin të bënin shtet, sepse ishin mësuar me këtë lloj jete dhe mendonin që nëse një tribu vendosi dominim mbi tribut e tjera, kjo bëhet e rrezikshme për jetën e tjerëve, do kanë parë shtetin si rrezik ndërkohë. Domethënë Skënderbeu, unë nuk arrita për një ditë në këtë konkluzion. Duke lexuar dhe unë, duke studiuar, jo po ato tuat që lexon ti janë pa vërteta, ato tjetër nuk ka të vërtetë aty. Marin Barleti që ka bërë historinë e Skënderbeut, akuzohet nga shumë historianë, por këta nuk i bëjnë të gërmime, këta bëjnë vetëm atë që i intereson. Nga shumë historianë si mashtruesi më i madh. Ishte franceskan, mos harrojmë historinë e fesë franceskane, se në Shqipëri kanë ardhur franceskanët më shumë se sa katolikët tradicional. Franceskanët dikur janë quajtur dhe heretik nga kisha katolike. Që te kaloj fjalën në Engjëll për ta problem. Domethënë unë nuk e ndryshoj pozicionin tim. Për mua të quash Skënderbeun hero kombëtar është anakroniste, është e dëmshme, shumë e dëmshme, i përçan shqiptarët, sidomos sot që
rikthehemi, themi ore, ai gjyshi jon i 1914 se ka jetuar gjyshi im, 1914, madje ka qenë ushtar në luftën e Shkodrës. E njohin njerëzit atje. Ky tani që ka qenë në atë kohë. Si ka mundësi këta muslimanë se unë tani do ta mohoj gjyshin, i cili luftoi me mënyrat e tij kundër Prinzvitit dhe e largoi në 5 shtator të 1914. Tani pse një grup rilindas që më shkruan letra mua, libra të bukura, poezi të bukura, do ta zvendçoj historinë e një populli me 5 libra të shkruajtura, aty dhe më shkruan Skënderbeu, më shkruan pastaj Nën Terezën sot. E kujton, jam kundër në këtyre. Këto e kanë për çfarë? Këto e kanë futur në vllavrasje shqiptarët. Shqiptaria e ka futur në vllavrasje. Se shqiptaria është asgjë, unë ta thash në vite tjetër. Shqiptaria është asgjë, kultura i popullit, nuk është shqiptaria. Kultura, traditat e tjera, gjuha është mjet komunikimi. Nuk është element kulturor gjuha. Ne na bashkon me Engjëllin, na bashkon mënyra se si ne mendojmë, na bashkon mendimin se ndryshe do të merrim dot kafe. Nuk na bashkon thjesht gjuha pse jemi shqiptar. Pse po rrim me Engjëllin me ty? Çka shqiptar sa duhet. Ta djem edhe një këndvështrim të Engjëllit për sa përket kësaj teme. Po këtu me Engjëllin nuk jemi dakord, është normale. Ose për ta dëgjojmë se nuk e dinë njerëzit, a jemi dakord të marrë që punë edhe në Kosovë. Unë kam qenë. Jo, s'ka gjë. Unë kam ndryshuar të kundërt për Kosovë. Po s'm ka thënë njëri ndrysho. Kam ndryshuar saj të impenjimit tim të përditshëm, të meditimit, të studimeve të ndryshme, të materialeve të ndryshme. Nuk e ke influencë në momentin ndikohesh paguar. Jo, absolutisht fare. Në momentin që NATO e bombardoi Kosovën, unë kam qenë i ftuar në Rom nga shoqata italiane që të diskutonin për bombardimin, thash jo, nuk vi, sepse NATO-ja po shpëton shqiptarët e Kosovës. Kam thënë unë në 24 mars 1999. Tani në këto momente që flas eksaktësisht të kundërtën. NATO-ja ka bërë krimin më të madh që ka bërë luftën në Kosovë. Dhe është ajo që ka prodhuar gjithë këto pasojë kaq të rënda dhe në Europën e Lindjes dhe kudo. Nga lufta e Kosovës ka nisur shkatërrimi, një proces tjetër i shkatërimit të një periudhe tjetër imperialiste post-sovjetike. Me fjalë pas Bashkimit Sovjetik, zgjerimi i NATO-s dhe në kufit e portës, Izraeli që ka shkuar problem, në Iran, në gjithë botën. Është pikërisht është nisur nga demonstratat e 1981 në Kosovë. Që aty filloi shkatërimi i Jugosllavisë. E di çdo ishte Jugosllavia sot. Po ti kishin gjetur forcë popullit të Jugosllavisë rrinin bashkë. Do ishte një treg që s'kishte nevojë vetë të punoja në Francë, në Amerikë. Do kishte Amerikën këtu 100 herë më mirë se sa ata. Do kishte me tradita vllazërore, sepse mos harro Altin, që nuk është e vërtetë, është propagandë. Leri këto enveristët e kujin çfarë ishin atëherë, që futishin me shërbime sekrete e tjera. Por shqiptarët dhe serbët nuk kanë patur problem para 1981. Me njëri tjetrin shkëmbenin aty, punonin bashkë, arat i punonin bashkë, etj. Gjithë kjo u fut prej tuajve për të shkatëruar Jugosllavinë dhe u përdorën shqiptarët si gjëja me dobët, se përfundoi këtu, siç ka thënë dikur Giovanni Giolitti, kur u larguan nga Vlora. Ka thënë që pjesa shqiptare shumë e dobët, ka thënë, është shumë e gëlltitshme, e ka thënë në fjalimin në parlament në qershor 1920-s, duhet të ruhemi, thoshte, nga Shqipëria, thoshte, jo, t'i ndihmojmë, thoshte, shqiptarët dalin nga varfëria, tjera të financojmë, sepse shqiptarët janë shumë të gëlltitshëm nga interesat të privatëve, thoshte. Të privatëve që kanë një fuqi shumë madhe, na bien nesër, i kemi bombat tek shtëpia. Kto thoshin italianët, ai që se dëgjoj askush në parlamentin italian atëherë. Pra, shqiptarët i shef si Ben Servilo, Altin. Heqin patriotizmin, ngrejnë flamojt, do më s'më lënë mua. Ore, patrioti vërtet është Engjëlli, se po vut dhe veten jam dhe unë. Ne kemi luftuar për shqiptarët, Martin, nuk kemi luftuar, kemi tani jemi anti-shqiptar. Ata me përket këndvështrimit tënd për Skënderbeun dhe Kosovën, Engjëll. Andan një qëndrim Çështë do të përgjigjen të gjata apo të shkurtër? E di të shkurtër në atë, por duhet gjatë për hir të atyre që po na ndjekin. Po them mirë të shkurtër unë, pastaj të gjatën. Sepse ti e di që unë nuk dua të lë hije dyshimin atë se si e mendoj unë. Konceptin tim. Çdo njeri në sytë e mi, nëse nesër do kisha pushtet, çdo njeri që shprehet kundër Skënderbeut, kundër Ismail Qemalit, kundër luftës çlirimtare të Kosovës, kundër luftës çlirimtare nacional çlirimtare të partizanëve me fjalë të viteve 39-44, e figura të tjera të rëndësishme që kanë lozur rol në mbrojtjen e identitetit shqiptar,
në mbrojtjen dhe prezervimin e tokës shqiptare dhe në teritorit të gjithë tërësisë territoriale shqiptare e të tjera. Po të kisha pushtet sot, do të vija automatikisht nenin për agitacion e propagandë 8 vjetë burg me pakti. Ikën apo riesh puna jote. 65+8. Ikën apo riesh puna jote. Unë këtu nuk... Unë këtu jam kategorik. Çdo njeri që shprehet kundër Skënderbeut, ti e di që unë kam bërë kallëzim penal